E ka KLG-ja, e ka KLP-ja. Këto tre institucione, zotëri, nuk të funksionojnë. Sot, parlamenti vjen pas, se po të fut parlamenti, si që di ti edhe unë bashkë, është ndërhyrje drejt për drejt. Parlamenti ka këndërtuar një institucion që është ILD-ja, një organ profesional të pamvarur, i cili merr në prokurorin gjyqtar. Që e furnizon, nëse ka gjë për furnizuar, nëse ky nuk furnizon gjë, se s'ka gjë për furnizuar, se s'bë detyrën, atëherë parlamenti ngel në terr. Okej, Sulo. Linjën e zotit Ndreca kisha për KLD dhe KLP-n dhe ILD-n. Do me thënë, debati që përbëhet sot për avokatin dhe prokurorin është debat simboli reformës në drejtësi. Mendoj unë ashtu si që ishte vrasja e të ndjerit Kalaja. Para kësaj kemi një debat për gjykatën e apelit që ka dalë, është në mbingarkuar gjykata e lartë po ashtu dhe një shqiptari nga 3 deri në 6 muaj që ishte para 2016 ose se të themi edhe para 2019 që ndërtuan institucionet, tani duen 2 dekada, 3 dekada. Kjo është një tmerr. Pra ne kemi vetëm 3 çështje ose vetëm 30 të tjera. Këtë që ndodhi me avokatin, si e shef, pasojë të gjithë kësaj? Kjo është pasojë e reformës së keqe në drejtësi. Dhe shënjat, ne po i shikojmë sot. Prandaj ti mora me radhë. E di çfarë do me thënë që ti të kesh 2 dekada, nuk ka drejtësi. Nuk është drejtësi. Dhe por ne në media nuk e bëjmë të se kjo nuk është temë që trejë shumë, sepse ata janë anonim. Ky është një rast, dhe gazetaria luan me raste. Por në qoftë se ne themi që është me statistike, nxjerr gjykata e lartë, nxjerr institucionet, nxjerr që ti merr 2 dekada të vjen dosja për ta shqyrtuar 3 dekada, ti ke mbaruar punë. Ti nuk ke mbaruar punë me drejtësi. Pra kjo një. Nga erdhe kjo situatë? Kush e votoi reformën në Jo, prit. Jeni të dy vënë me gjë Sulo. Jo se ta mbaroj. Kjo shikoj. O Gjidordi. Ju të dy e votuan. Bashkë. Shikoj të jo se ka votuar, unë faktë se votu hiq, po kjo se ka votuar, po s'ka rëndësi e mbaj unë. Po mundohem ta shikoj pak sepse u thanë gjëra teknike u thanë dhe qëndrojnë. Unë jam dakord. Çfarë do të thënë që pra, një kjo që është shumë e rëndësishme, se ne përqendrojmë te Spaku. 2, si ka mundësi që Spaku nuk i kthehet asnjë vendim nga gjykata, ose i kthehen aq sa quhen përjashtime nga rregulli. Si ka mundësi që është rregull që çfarë kërkon Spaku e miraton që kërkojë. Gjykata është për ekuilibrin. Kush e votoi që gjykata është, të lutem ta mbaroj. Kush e votoi për punën e gjyqtarit, pavarësisht gjyqtarit pra, ke gjyqtari duhet të jeti pashkuar. Se sa ka pavarësi me ligj. Jo, sa pavarësi me ligj. Do vi dash, të lutem Alër, të vi mbase të ndihmojnë në debat. O Sulo, nga rasti i avokatit. Ka qenë KLD-ja, po ka qenë institucioni fort. Dgjoj. Korruptua, po ka qenë institucioni fort. KLP-ja. Bota 300.000 euro. Sulo, të lutem. Nga rasti i avokatit në Elbasan. Shikoj, unë po të them, këta të KLP-s. O, dashi, kjo e KLP-ja dhe ILD-ja të pa llogaritshëm. Këta kanë dalë nga kontrolli vëlla. Nuk ka llogaridhënie më prokuroria e përgjithshme. Dhe prokuroria e përgjithshme pa ne Spaku. Sulo, një sekond. Po Spaku kush e kontrollon? Ua. Po ku do japi llogari? Kush e kontrollon Spaku? Po e the këtë. Po do kujdes. Spaku. ILD-ja. Kush është ILD-ja? Dumani, kujt po i kërkon ndrimin e kushtetutës? Për mandatin e prokurorit. Kujt po ja kërkon? Se për veten e tij se kërkoi dhe është vërtet se ka një plan tjetër. Tani, kështu thot ai, po, okay. Duhet parë. Jo, ai tha deklarat zyrtare, unë nuk kandidoj më. Ai s'ka si të kandidoj sepse nuk lejohet. Po, në qoftë se falërohet, do vi dita që do jenë 11 prokurorë, sa që do dalin. Ashtu dhe. Tani kujt ja kërkojnë? Qeverisë ajo e ka më shumë vota. Normal. Tani ti po zgjodhe, po prapi duhen edhe qeverisë dhe votat e opozitës, se duhen 94. Po jo, i ka, 94 si kanë, 87 i kanë ata, 7 ikin kështu me njerë, brenda. Ikin, si ka problem. Është më keq nga të dy palët pasaj. Po mirë. Dhe pra këtu jemi te drejtësia e vjetër, që ishte dorë parlamentit, se gjithë ishin dorë parlamentit, 3 ti, 3 unë, edhe pastaj asnjëri s'prekej. Po të paktën jo kështu tani që del prokurori thotë arresto avokatin. Po pse ndodh kjo? Sepse prokurorët kanë marrë supergjiro të papar, nuk i kontrollon njeriu më kaq e thjeshtë. Kush e ti kontrolloj? KLP-ja. KLP-ja. Po ta kishit ju tani, do tregoj, do me thënë ata të KLP se mban më çfarë seance i bën në Altin Dumanit? Pa. Si ka mundësi, si e bëre këtë, me adhurim e shikonin. Me adhurim apo vërtetësh? Adhurim apo frikë? Aty shfaq me adhurim, po, ishte ta kemi mirë. Tani janë bërë prokuror, se kush i ketë, KLD, ILD-ja thotë s'kam staf.
Kush i kontrollon pra? Mirë keq atëre kontrolloheshin KLD. Kush ishte të Bozheku për t'i bëj një pyetje. Zotri, ja ku e ke dëshmitar. Sot ka një problem madhore. Këtu përballë ish deputeti, Kur duhet me thonë e kontrollon Rama politikën, kurse unë ndjell dhe kuptoj që politika në tërësi do që të ketë pushtet mbi drejtësinë, sepse ka humbur pushtetin mbi drejtësinë, sepse po vjen momenti që politika po preket dhe ka pamundur të mbrojë vetëm totalisht. Edhe është politika narrativ tani. Gjithçka është prokurori, gjithçka është gjyqtari, gjithçka është spaku, gjithçka është gjyqëtar. Dhe kjo është e gabuar, me pa të drejtë. Pa diskutim pa drejtë. Pa diskutim. Tani motor, unë jam politik 20 vite, edhe ky burr ka qenë politik, edhe ju në media, edhe ai burr aty edhe zonja, edhe shumë të tjerë politikanë. Po tani nuk janë të shmerë, nuk janë të shmerë edhe vit marrin mu tani ku s'ka bëj gjë politik. Po e bëri këtë pastaj. Pastaj që ka të shmenduri fare. Po sikur të ndodhi. Po sepse nuk e mendoj që do të ndodhi. Kjo ishte era e parë. Edhe avokati era e parë ishte. Pa diskutim. Ja që ndodhi. Që do duhet që të ketë reagim. Pa të Por nuk do të ndodhi, por jo të themi gjithçka është zi. Por e s'ka pse Gjithçka më tanë është tash se ju e bët drejtsinë, e bët spakun, e bët gjëon. Kur të gjej Nëse këta katërt, kur janë këtu, nëse ka një i të interesuar, por mos ta bëj zi amun. Kur vjen puna tash me gjë votuar, Rama, ku do gjithçka. Por nuk është kjo gjykim. Kush e tha këtu? Po Partia Socialiste unë. Ore nuk ka deteshi Partia Komuniste në intereson fare. Nuk më intereson, më jo, adoroni. Tërësi po flas tërësi çfarë flitet për ditë. Tani çfarë flitet për ditë, në tërësi thuat që kur vjen puna pastaj, kur hyn burg, se ore njerëzit e Ramës po hyn burg, bashkëtorët e Ramës. Po ky Rama tani, vallai, po si më thonë tani nuk do ka shpëtojë në një? Hare? Tani mendosh tani që gjithë prokurorët e Unë jam në konflikt, po themi me Ramën. Po kemi një fakt zotëri. Nuk po ta mendoj kështu. I dashur, ne do të fol me fakte burr tani. Tani nëse ka një i të interesuar për të fshehur të faktin teorikisht, a do t'i fshehin? Duhet ishte. A t'i fshehin? Praktikisht, si është situata në Shqipëri, me të ambient që thash, kontaminuar toksik, dhunues si ka dhe nga politika, presioni që ka